operacion policor i koduar varkëtari është finalizuar në Tropoj duke çuar në pranga një 29 vjeçar nga Puka i dyshuar për trafikun e drogës dhe eksploziveve drejt Kosovës. Aksioni u zhvillua nga shërbimet e DVP Kukës në bashkëpunim me Policinë e Tropojës dhe me mbështetjen e forcave të posaçme Shqiponia, bazuar në informacione operative për një tentativ trafiku ndërkufitar. I arrestuari me inicialet LP, 29 vjeç, u kap në fshatin Dushaj, teksa lëviste me automjetin e tij tip Volkswagen i parkuar më herët në zonë për të shmangur vëmendjen e patrullave. Brenda bagazhit, policia gjeti të fshehura 1.2 kg kanabis, 405 gram tritol, 51 kapsola detonator, 5 metra fitil zjarr përcjellës, municion luftarak dhe një shuma parash. Hetimet paraprake tregojnë se 29 vjeçari i kishte transportuar lëndët e paligjshme me vark përmes liçenit nga fshati Apripi Pukës drejt Tropojës, ku kishte lënë automjetin me qëllim shmangjen e kontrolleve të policisë në rrugë. Destinacioni final i ngarkesës dyshohet se ishte Kosova, ku pritej të shitej tek një person ende i pa identifikuar.